Assalamu alaikum. Lusallahun t'jeni të gjithë mirë. Omeri Zoti qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se profeti paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Kuptohet prej fjalëve të profetit alayhis salam se ai ka thënë: me të vërtetë punët janë sipas njetëve, pra shpërblehen sipas qëllimit. Dhe se çdo njeri do të marrë atë që ka për qëllim. Nëse ndonjëri pra e ka hijretin për Allahun dhe për tek i dërguari i tij, atëherë hijreti i tij është për tek Allahu pra dhe i dërgumi i tij. E nëse ndonjëri hijretin e bën, pra emigrimin e bën për dynjë apo për të martuar me ndonjë grua, atëherë hijreti i tij është pra për atë që ka bërë emigrim. Subhanallah, ky hadith është bazë në fenë tonë. Dietarët e hadithit, librat e tyre i kanë filluar me këtë hadith. Madje një pjesë e madhe e dietarëve konsiderojnë këtë hadith si 1/3 e diturisë. Është hadith madhështor. Të meditosh në të është tepër madhështor. Punët janë sipas njetit që ke, qëllimit që ke. Dhe ky hadith ka të bëjë me zemrën tonë, me të fshehtën. Dhe kjo ka një rëndësi tepër të madhe në fenë tonë. Çdo punë është sipas njetit, sipas qëllimit. Namazi, për kë e bëjmë? Leximi i Kuranit, për kë e bëjmë? Sadakan, për kë e jep? E kështu me radhë gjitha punët. Çështja e njetit, e qëllimit është tepër e rëndësishme. Kur merr guslin, njeti, pra njeti e dallon larjen për të freskuar nga gusli. Njeti bën dallimin namazi i drekës, 4 rekate që ka farzi, ikindia 4 rekate ka farzi, të dy janë formë duken një lloj, por njeti, qëllimi i bën ndarjen. Prandaj ka një rëndësi tepër të madhe çështja e njetit në fenë tonë. Dhe çdo njeri duhet që vazhdimisht ta ripërtëri njetin e tij. Prandaj profeti alayhis salam i ka kushtuar rëndësi tepër të madhe njetit. Imagjinoje ti një vepër, pra një punë, që mund duket në pamjen e jashtme një lloj, ama ai njeti e bën dallimin, e bën ndryshimin. Prandaj vllai im, motra ime, le ta kujtojmë vazhdimisht këtë hadith profetit alayhis salam. Le t'i kushtojmë rëndësi tepër të madhe asaj të brendshmes. Çështja e brendshme e punës, njeti, qëllimi i asaj pune që po bëjmë. E për sa i përket pamjes së jashtme të punës, kemi hadithin tjetër të profetit alayhis salam. Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Siç kuptohet pra prej hadithit profetit alayhis salam, kush e bën një punë që nuk është pra sipas sunetit ton, ajo është e refuzuar. Këto dy gjëra, këto dy hadithe, mbaj në mendjen tënde. Fiksoj vazhdimisht, sepse janë tepër të rëndësishme. Dhe e lutim Zotin të na ruaj nga syefajësia. Çështja e njetit është shumë e rëndësishme. Ti për shembull mund të bësh njet me bërë një punë të mirë. E bën njet pra që do ta bëj për Allahun e lartësuar. E ndodh situata të ndryshme nuk e bëre. Ti inshallah e merr shpërblimin. Sikur e ke bërë atë punë të mirë. E dikush tjetër mund të bëj njet me bërë një punë të keqe. Por për hir të Allahut, i ka mundësi të më e bë. Për hir të Allahut e la atë punë të keqe. Merr shpërblim. Çështja e njetit është çështje e madhe. Dhe normal duhet kemi kujdes nga syefajësia.
Nëse dikush për shembull mund ta bëjë, do me bë një të mirë, po e bën atë për t'u duk, për sy e fajsi, pra qysh kur e fillon, atëherë kjo punë është me zero. Merr atë, pra që ka për qëllim. E nëse ndodh që ti e nis punën për Allahun, por gjatë rrugës ka tentativa që devijojnë njëti, mundohu që ta frenosh veten tënde, në mënyrë që ta rish shpërblimin tjetë ajo punë për Allahun e lartësuar, e ta luftosh nefsin, egon tënde. Dhe vazhdimisht, vllai im, motra ime, le të mundohemi që ta pastrojmë jetën tonë, të jetë çdo gjë që bëjmë, ta bëjmë për Allahun e lartësuar, e lut Zotin e gjithësisë që të na jap sinqeritet, e çdo gjë ta bëjmë për Allahun e lartësuar. Amin.